Në vendimin për transferimin e kadastrës së Vlorës në Tiranë, drejtoresha e përgjithshme Lorena Goxhobelli kishte vetëm firmën, ndërsa urdhri u dha nga ministri i drejtësisë Besfort Lamallari si drejtues i dikasterit që e ka në vartësi. Edhe urdhri i ministrit Kukull ka qenë formal pasi shkrirja e kadastrës së Vlorës është skeme e Edi Ramës, sepse asnjë drejtor apo ministër nuk ka tagër ligjor të shkrijë dhe transferojë shërbime publike rajonale pa vendim të kryeministrit. Gjithsesi administrativisht ky është shërbimi i parë që ministri i drejtësisë Besfort Lamallari u ka bërë hapur falsifikatorëve dhe grabitësve të tokave në Bregdet dhe në zonat Vlore e Himar. Kjo krijon dyshime se nuk po bëhet riorganizim kadastral për shërbim efikas ndaj qytetarëve, por transferim fizik i dokumenteve të zeza me të cilat qeveritar, deputet, prokuror, gjyqtar, drejtues policie, kryebashkiak, drejtor, oligark, trafikant, zyrtar të kadastrës, tatimeve, doganave dhe të huaj të lidhur me ta kanë grabitur toka, pyje, objekte, plazhe publike dhe private me dokumente false. Edhe transferimi i kadastrës së Vlorës në Tiranë pas ndërrimit të 11 drejtorëve në 12 vite dhe arrestimeve të kryera e hetimeve të vazhdueshme nga SPAK është e njëjta skem për zhdukjen e dokumenteve si ajo e transferimit të dosjeve të kadastrës së Durrësit në Tiranë pasi u bën arrestime drejtorësh dhe shefash. Dy pyetje që krijojnë dyshime për favorizim të grabitësve dhe zhdukje provash. Përse u shkri dhe u çua kadastra e Vlorës në drejtorinë e përgjithshme kur punonjësit ndodhen në Vlorë, sidomos kur vetëm një vit më parë godinës zyrave dhe sistemit të shërbimeve të kësaj kadastre u bëri konstruksion dhe kompletim zyrash me vlerë rreth 3 milionë euro? Përse u transferua në Tiranë shërbimi kadastral i Vlorës kur në qarkun e Vlorës ndodhen banorët, pasuritë, këshilli i qarkut, prefektura, bashkitë, arkivat, policia, prokuroritë dhe gjykatat që trajtojnë aplikimet, ankimet dhe denoncimet, sidomos kur ka shumë çështje në proces? Siç duket, për të evituar përballjet për grabitjen e pasurive, Babloku dhe çeta e tij me qeveritar dhe grabitës kanë menduar të sorollatin qytetarët nëpër Tiranë, t'i zvarrisin dhe t'i lodhin ata që u janë vjedhur dhe po u vidhen pasurit. Në Vlorë, Karaburun, Zvërnec, Llogara, Himar, Palas, Dërmir, Adhim, Borsh, Nart, Akërni, Pishporo dhe Orikum ka 30-40% mbi vendosje pronash. Klasifikime të qëllimshme të tokave si troje dhe anasjelltas, mos rikthim pronash. Ka mos regjistrim të akteve të marrjes së tokave në pronësi, konflikte mes banorëve autokton dhe investitorëve strategjik që nuk janë banorë të zonës, falsifikime emrash dhe hartash, zhdukje dhe shtim fletësh false në regjistra, leje ndërtimi për subjekte që nuk janë pronar të tokave e të tjerë. Transferimi i kadastrës së Vlorës në Tiranë nuk është bërë për t'i zgjidhur këto probleme, por për t'i ngatruar, vonuar dhe për të mos i zgjidhur, sepse pas kësaj katrahure dhe masakre me pronat qëndrojnë qeveritar, familjar dhe të preferuarit e tyre. Urojmë që në depot e kadastrës së përgjithshme ku do të çohen dosjet e pronave të Vlorës të mos ndodhë ndonjë zjarr i befasishëm, por do të ishte më e udhës që dosjet e Vlorës përpara se të shkojnë në kadastrën e Tiranës të merren në administrim nga